A ke vënë re ndonjëherë një foshnjë duke qeshur krejt papritur, pa lodër, pa njëri përballë, pa asnjë arsye? Vetëm shikon në një pikë të zbrazët në tavan, dhe qesh sikur dikush po lua me të. Shumë njerëz e quajnë rastësi, por sipas besimeve të vjetra shqiptare, nuk është fare rastësi. Gjyshërit tanë thoshin se fëmijët deri në një farë moshe kanë sy që shohin atë që të rriturit e kanë humbur. Fëmijët shohin energji, frymë, hije, që ne nuk mundi shohim më. Thuaj se bota e të padukshmëve është më afër tyre, sepse ata sapo kanë ardhur në këtë botë, dhe nuk i kanë harruar portat nga dolën. Ka shumë rrëfime të çuditshme. Në një fshat të Beratit, një nën tregonte se vajza e saj 8 muajshe qeshte çdo natë në të njëjtën orë. Shikonte në tavan, tunte duart, sikur dikush po e përqafonte. Një natë nga kureshtja, nëna e pyeti me zë të ulët: "Me kë po qesh shpirt?" Foshnja u ndal menjëherë, dhe pa lëvizur syt, tregoi me gisht drejt tavanit, atje ku nuk kishte asgjë. Por nëna betohet se në atë moment ajri u ftoh papritur, dritat u drodhen, dhe një aromë e çuditshme si trëndafil i vjetër mbushi dhomën. Një besim tjetër i vjetër thot se kur foshnja qesh drejt tavanit, është shenjë që një engjëll po rri pranë saj, por jo të gjithë e interpretuan si engjëll. Në disa zona malore thoshin se nëse fëmia qesh pa arsye, ai mund të mos jeti vetëm në dhomë, se është dikush që kërkon vëmendje, dikush që ka mbetur mes dy botëve, dhe lutet që së paku foshnja ta shoh. Pra herën tjetër që shen një fëmijë duke qeshur drejt një pike të zbrazët, mos u çudit, sepse sipas besimeve shqiptare, fëmijët nuk qeshin me murin, as me tavanin. Ata qeshin me atë që është pranë tyre, edhe pse ti nuk mund ta shohësh.